në fjalimin e Papës të para 2 diteve, që tha që asnjë shtet nuk ka të drejtë me kërcënu mos ekzistencën e një shteti tjetër. Dhe në këtë rast, shifes njësis i plot ndaj qeverisë së Izraelit për me dhanë zgjidhjen finale me la hesapet me Iranin. Edhe kjo po ndodh. Diplomacia e Vatikanit është në sinergji plot me Amerikën, me shtetet perëndimore dhe po jep il colpo di grazia regjimit të Ajatollahëve që marrin peng. Colpo di grazia, të lutem shpjegoj për ata që s'din italisht, është ajo e prokurorit. Goditjen e fundit. Regjimit të Ajatollahëve që marrin peng që vetëm plasi ai pers. Po megjithatë, ky është ndryshim për rrëzimin e regjimit, edhe ky regjim tashmë është rrëzu, tesh bëhet fjalë me menaxhu post luftën, sepse nuk është të thënë që bën regjimi Ajatollahëve, por mund të mes ajo mendësia teokratike, diabolike që ata kanë përfaqësuar.